Mirëmbrëma, sonte në emisionin ton kemi një ftuar speciale, them speciale sepse siç e dim tashmë kemi Zënjushën Balliu dhe ajo fitoi në primare në Elbasan dhe pastaj e hoqën nga lista. Kështu kjo u largua nga Partia Demokratike. Në mendimin tim një qëndrim dinjitos, një qëndrim që tha ju nuk më luani me mua dhe nuk respektoni rregullat që i vendosën vetë gjoja Partia Demokratike për primaret. Pra, primaret ishin një maskaradë dhe një farsë në Partinë Demokratike, jo vetëm me Zënjushën Balliu, Alisja Balliu, por edhe me zonjën Tabaku dhe me Ali Mehmetin, edhe me një kavaj më duket, edhe ai ka Dash Sulën janë disa pra kjo parti që thot do të vim në pushtet që të vendosim demokracinë, të vendosim pluralizmin, kjo nuk ka asnjë standard të demokracisë brendshme të saj, në të kundërt, siç e dimë dhe historinë e PD-s ka jetuar me një autoritarizëm që është autoritarizmi i Berishës dhe ajo është partia e Berishës. Zënjusha Balliu, mirë se erdhët në emisionin tonë. Shpesh keni thënë që ju vini nga një familje djathtë. Po. Ku e bazoni dhe si e mendoni ju të djathtën në Shqipëri dhe a ka pas të djathtë Shqipëria? Tani, e djathta në Shqipëri ka qenë ajo lëvizja e studentëve, e cila shriste liri demokraci. Lëvizja e studentëve nuk ka lidhje fare me të djathtën. Tani, lëvizja e studentëve nuk ka lidhje fare me të djathtën. Lindi për të rrëzuar komunizmin. Ja. Tani, po nuk ka lidhje me të djathtën. Ta analizoj jo ta bëre sepse shumë njerëz. Jo, shumë njerëz bëre ti shë parashtrove, po të shkoj aty ku thuate. E konceptojnë gabim. E djathta ka një filozofi politike, ka një doktrinë dhe ka një doktrinë ekonomike gjithashtu. Po ta marr nga gjeneza, që kur lindi Partia Demokratike. Dhe lindi fiks si filli i kësaj lëvizje studentore. Jo, lëvizja ishte një lëvizje. Ishte disa individëve të cilës kërkonin frymë për të poshtur regjimin komunist. Tani kalojmë tek pjesa. Regjimin komunist janë që edhe njerëz që ishin socialista, për shembull, Pandeli Majko ishte me Partinë Socialiste, Ilir Meta ishte me Partinë Socialiste, pra pjesë e lëvizjes studentore ka qenë kryeministri Rama. Që thoni që mori Partinë Demokratike ishte një komunist. Deri në orët e fundit, pra ajo nuk lind, ka një terren ku lind të djathta. E partitë politike në Shqipëri, si lindi partia. Kjo është një pyetje provokuese, sepse jo, është një pyetje shumë e bukur, po ti po më lën ta përfundoj. Gjithsesi. Po thoja, lindi si një parti e frymës, si një parti që kërkonte. Po jo, pra nuk është parti e djathtë, Partia Demokratike, nuk ka qenë asnjë moment. Thash, partia e djathta ka një doktrinë, ka një bazë filozofike. Doktrina e së djathtës është besimi në familje, kapitalizmi, besimi në Zot. Ku qëndron tani problematika? Problematika e PD-s, me që pyetja ju adresua Partisë Demokratike, dhe pse është larg Partia Demokratike sot nga ajo e të quajturit e djathtë dhe nuk ka lidhje me të djathtën. Po nuk ka qenë, pikërisht nuk ka qenë. Nuk ka lidhje me të djathtën. Tani unë do ta nisja që nga gjeneza, por me që po më pyet, po të kaloj te selbi pyetjes. Tek gjeneza e Partisë Demokratike dhe tek ajo që unë besoja tek Partia Demokratike ishin pikërisht vlerat kryesore që supozohet ketë një frymë e djathtë, një forcë e djathtë, që ishte edhe gara, ndërto meritokracia dhe jo fasada. Partia Demokratike sot vetëm demokratike nuk është bërë një parti familjare, është bërë një parti në të cilën zhvillohen gara për fasadë dhe gara nuk respektohet. Këtu bëhet një garë dhe i pari që hyn në Tiranë është çuni Fariut, janë klientelistët afër qarkut familjes Berisha dhe rrin njash listës zonja Tabaku, Hyseini që fitoi dhe ishte më i votuar i qarkut të Tiranës. Darsula ishte në qarkun e Elbasanit, po të marr rastin e Tiranës si fillim. Ali Mehmetin. Dhe kur Berishën e pyesin opinion të vëklan, thotë unë kam futur Klevis Balliun. Tani, këtu nuk ka fare demokraci, këtu ka vdekur demokracia kësaj partia. Partia Demokratike nuk quhet demokratike përsa kohë ajo nuk respekton rregullat, sepse nuk mund të fusësh një parti të tërë, të tallesh në gardë dhe të bësh fasadë dhe në fund thuash, unë do vëj miqtë e familjarëve të mirë, rastin konkret prandaj po ta specifikoj çunin e Fariut. Ju e dinit këtë.
Unë nuk e dija. E dini sepse kur janë bërë, mos besoj angar, nuk hyj angar. Jam dakord. E dyta, arsyeja pse ndoqja Berishën dhe ishte shumë e bukur pyetja jote. Dhe pse unë i dola kundra Bashës ishte fiks sepse unë doja që deputetin ta zgjidhte antarësia. Kur unë e kuptova fasadën, unë reagova absolutisht dhe dash. Gjithë kanë ra pre e propagandës dhe mashtrimit Berishës. Kjo nuk është faji juaj, është ajo, por ju si të ri duhet kishit pa gjithë rrugtimin e Berishës, dhe ato që i thoni ju janë plotësisht vërteta. Berisha jo sot, po ka 25 vjet, 30 vjet, se 35 ka që është kriju Partia Demokratike, 35 vjet paktën, që kur mori pushtetin që hap masapi atë parti e ka kthy në parti personale, e ka SHPK familjare, e kontrollon familja ti. Dhe janë, ato që thani ju, janë plotësisht vërteta, me Ballie, me Flamurnoka, gjithë, janë shërptor, nuk kanë asnjë ide politike, asnjë bindje politike, janë vetëm shërptor që kanë përfituar nga pushteti i Berishës, nga korrupsioni i Berishës, nga krimet e Berishës. Rrethi i ngushtë. Rrethi i ngushtë, sepse ato nuk po përgatiten për të fituar. Ato përgatiten mbajnë peng Partinë Demokratike. Ajo si parti nuk ka funksionuar si parti demokratike asnjë moment. Dhe nuk është rasti që sot po vjen këtë gjendje. Por ajo që desha t'ju them unë është që ju, para se të ndodhin kjo garë, ju keni qenë me gjithë një shoqen tuaj se ka Barbara Doda, po, dhe ju ishit prezent dhe ajo protestuat atëherë për zgjedhjet në forumin rinor që u bë njëjta gjë. Po, Barbara ka qenë një ndër vajzat e cila ngriti zërin edhe që në momentin që denoncoi procesin e forumit rinor të Partisë Demokratike, ajo u largua dhe tani aderon në një forcë tjetër të djathtë, të politike, të krijuar në një parti të re ku ajo ka gjetur vetveten, pasi ajo ishte një vajzë që vinte nga një familje persekutuar me kontribute e lexuar, por që gjatë gjithë kohës e vetmja gjë që kërkonte ishin pikërisht vlerat, gara, demokracia, dhe nuk e gjeti veten, denoncoi procesin. S'ka për ta gjetë njëri veten në atë parti. Zëri saj u ndje i papërfaqësuar dhe në ato momente ajo e kuptoi 2 vjet para meje. Unë e kuptova 2 vjet pas saj dhe prandaj jemi sot këtu ku jemi. Shumë bukur. Tashti ju po është dhe një shprehje tjetër që më mirë vonë se sa kur. Absolutisht dhe unë ju respektoj dhe shumë njerëz kanë krijuar një lloj simpatie për ju, për faktin se ju i thatë që ju s'boni garë, ju s'respektoni rregullat, unë largohem nga ky grup. Jo vetëm kjo, se dua ta theksoj, dhe manipuluan procesin, dhe ndërhyrën proces. Dhe donin të vinin besnikët e vet, sepse besnikët i përdorin si kukulla për të ngritur kartonin siç duan këta, dhe këto nuk donin absolutisht që kjo parti të hapeshe. Këto ishin për mbylljen e kësaj partie. Një ndër sloganet e Berishës për para zgjedhjeve dhe primareve ishte që thoshte fytyra e kësaj fushate do jenë të rinë, ndërkohë fytyra e kësaj fushate ishte Edi Paloka, Flamurnoka, Albana Vokshi dhe çuni i Fari Balliut. Këto janë figurat e reja të Partisë Demokratike, dua të theksoj dhe diçka që një e vërtet dhe një e vërtet gjithmonë prodhojnë një të vërtet. Kurse një e vërtet dhe një gënjeshtër gjithmonë prodhojnë një gënjeshtër. Dhe ky është rasti konkret i Partisë Demokratike. Fytyrat do jenë të rinjt, fytyrë kemi Flamurnokën, Albana Vokshin, Edi Palokën dhe Fari Balliun. Këto janë figurat e reja. Me këto bëhet rotacioni? Rotacioni nuk bëhet me Flamurnokën, që del në për studio televizive, thot e din mirë shqiptarët, thot, nga 5 gishta, thot, është e turpshme. Ndodh rotacioni, këto duan të bëjnë shqiptarët për budallën. Hajde ju votoni, bëjmë neve prap Flamurnokën ministër të brendshëm. Ky është rotacioni. Më fal tani për ignorancën. Rotacion politik quhet ky. Ja, ky s'quhet, ky nuk është rotacion. Kjo është figura e re e Partisë Demokratike. Prandaj e theksoj, një e vërtet dhe një e vërtet prodhojnë vetëm një të vërtet, një e vërtet dhe një gënjeshtër prodhojnë gjithmonë një gënjeshtër. Dhe Sali Berisha ka 30 vjet që prodhon gënjeshtër mas gënjeshtër. Po prodhohet gënjeshtra e cila do të marri përgjigjen dhe shuplakën e merituar në datën 11 maj dhe humbjen më thellë do e ketë pikërisht në qarkun ku unë kam punuar gjithë këto kohë 6 muaj dhe jam investuar, që është qarku Elbasanit. Dhe këtë dua ta regjistrosh këtu që ta kemi mbas datës 11 se do të vi sërish në një bisedim me ju. Patjetër. Domethënë ju mendoni që
Partia Demokratike do marri një goditje këtë radhë në zgjedhje. Pa diskutim, në zgjedhjet në qarkun e Elbasanit absolutisht nuk u respektuan primaret. Dash Sula ishte më i votuari. Dash Sula nuk e futën as në listë hapur. Ne nuk të duam ty sepse ti ke mbrojtur drejtësinë. Ke mbrojtur reformën drejtësi, pse Dashi thoshte nuk do shkrihet spaku ngeli jashtë lista. Ne jetojmë në këtë shoqëri. Tash kush është mendimi juaj për Berishën sot? Berisha dhe mendimi im personal sot që flasim për Sali Berishën është një individ fatkeqësisht që thot diçka tjetër dhe bën diçka tjetër. Vetëm kaq? Është një person i cili e ka bllokuar dhe po e mban peng Partinë Demokratike. Partia Demokratike duhet të rinovohet në gjenezën e saj. Mendoni se me atë brum që ka Partia Demokratike me emrat që përmendet ju mund të rinovohet? Absolutisht jo. Rinovim për mua janë figurat reja, si Barbara, si dikush tjetër, si njerëz intelektual që kjo parti ka përzën sepse mendonin ndryshe, i ka përzën sepse ngrinin zërin, i ka përzën se ishin njerëz të lirë mbi të gjitha. Berisha është 81-82 vjeç. Do të bëhen dhe këto zgjedhje, ai mund të rri prap kryetar partie ose mund të rrihet. Nëse do ta kthesh o zotri PD-n SHPK, pastaj kjo është problem tjetër. SHPK ka PD. Kjo është problem tjetër, nuk e shoh të arsyeshme që mbas datës 11. Unë kisha fjalën që kush mund ta reformojë atë parti, se ato që le të themi Berisha le të rrojë edhe 1000 vjet. Po le të themi që i erdhi vdekja fizike. Kush do ta marrë partinë? Do të jetë prap Muli, do të jetë prap Çuni Fariut, do të jetë kjo si e ka Vokshi do të jetë domethënë Vokshi dhe ato ndaloja për diçka të thjesht thoja që është vetmja femër e cila ka gjithë këto vite në krye të forumit gruas, e cila nuk punon për forumin e gruas dhe nuk janë bërë një zgjedhje në partinë të ashuajtur në thonjza demokratike, ku nuk bëhet një garë njërë për forumin e gruas, se kjo është qesharake. Është qesharake, ku e kemi demokracinë kur këtu nuk bëhen zgjedhje. Gjitha këto nuk janë të reja, gjitha këto kanë qenë, unë e kam fjalën këtu, për njerëzit e ri, ju thoni të rit, përse njerëzit e ri shkojnë dhe aderojnë ke një parti e vjetër me një lider që është 82 vjeç sot. Domethënë sepse kjo nuk ndodhi sot, ditën erdhi një rufe që i ra Partisë Demokratike dhe bom. Ka qenë diçka, Partia Demokratike. Kjo është në mënyrë permanente. Ka qenë ajo që ndodhi dhe me mua dhe ta sqaroj unë se unë jam e re dhe i përfaqësoj të rinj. Kam qenë edhe zëri të rinjve të asaj partie. Një ndër arsyet, zotëri, që unë e ndoshja Sali Berishën me gjithë këto që thua ti ishte pikërisht sepse fajet e 5 humbjeve ja aderonte Bashës. Dhe tha unë do sjell garën, Basha vën familjarët, Basha nuk pyet bazën, çdo gjë që ndodhte në atë parti kishte një fajtor që ne ndoshëm dhe foltoren dhe ky fajtor u quante Lulzim Basha. Lulzim Basha iku. Tani në momentin që ky individ bëri statutin, bëri dhe ta shuajturat primaret. Ky nuk respektoi as statutin as primaret. Dhe dolëm këtu tani tek logjika që gjatë gjithë kohës ka qenë ky, nuk ka qenë Basha. Gjatë gjithë kohës çdo vendim ka qenë i këtij. Ka qenë një fasadë e cila është bërë sikur i emëronte Basha, sikur humbte Basha, po ta vësh relistën, janë të njëjtët individ që kishte Lul Basha o zotri. Fasada ra me primaret. Dhe individët e rinj si puna ime ndoqën me shpresën për të pas garë. Prandaj ai Kavajës nuk hyri, as listapur. Pse nuk pranoi Yseni, pse nuk pranova unë, pse nuk pranoi Dashi, sepse ne nuk lejuam të tallte me dinjitetin njerëzor, me karakterin, me garën, me meritokracinë, me primaret. Prandaj, të rinjtë ndoqën me një shpresë për ndryshim. Po do bini të njëjtin gabim, nëse thoni, nëse besoni, jo, s'është gabim që besojmë, nuk është gabim. Ne besuam dhe neve gjetëm një mundësi për të garuar dhe ne nuk patëm frikë nga gara dhe kjo është për të përgëzuar. Ju do të bini të njëjtin gabim, kur flas të gjithë rinjt që pretendojnë që shkojnë në Partinë Demokratike, kur ajo Partia Demokratike kjo është, ja u thash, ajo nesër do ta ketë mos jetë Berisha, do ta ketë o vajza Berishës, o Mulnoka, o Vokshi, o këto po të njëjtën mënyrë do ta zhvillojnë atë parti. Kështu që
më habit kjo që do të rinovohet, nuk mund të rinovohet. Partia Demokratike sot është thyer, jo po ska si, po nuk ka si forcë re politike që do përfaqësojë opozitën. Nuk ka si rinovohet. Sepse ajo nuk mund ta përfaqësojë me individ të vjetër, me figura të vjetra, me figura të konsumuara, me figura të cilët populli shqiptar i ka thënë jo. Në çdo studio që unë kam dalë kam 2 vjet që e them këtë, Partia Demokratike nuk fiton me xhaketat e vjetra. Dhe ky është fakt. Për të ardhur ke zgjedhjet, me që jemi ke zgjedhjet. Por për Partinë Socialiste, çfarë mendoni? Tani, nëse do jetë për të ndodhur rotacion që të bëhet kryeministër Flamur Noka, unë nuk dua që ky rotacion të ndodhi. Kjo është përgjigjja ime. Ç'mendoni për Edi Ramën? Për Edi Ramën është një përgjigje komplekse faktikisht, është një person i cili ka disa veti të mira dhe të këqija, do thoja unë. Jam pak skeptike për sa i përket opinionit tim personal për kryeministrin, por që arma më e fortë e tij është që është karizmatik dhe di si të bëj për vete popullin shqiptar, për sa kohë ka arritur në 3 mandate, do jetë edhe për mandatin e 4, doja të thoja. Okej. Si e shikoni Shqipërinë para 12 vjetëve me Shqipërinë sot? Sepse Partia Demokratike dhe sidomos Berisha thot çdo gjë zi. Unë kam opinionin tim, e kam pa, kam një shetit Tani, zi nuk mund të themi, se neve gjithë i shohim ndryshimet, e shohim që Shqipëria ka bërë përpara, si në turizëm, si në teknologji, si në infrastrukturë. Nuk mund të themi që është e njëjta e atyre 12 viteve që ka qenë, se është një lloj se thuash një fëmijë 1 vjeç, ta kthejmë prapë dhe është 1 vjeç. Jo, kanë kaluar 12 vite, ka evoluar koha, ka ecur, gjërat kanë ndryshuar dhe pa diskutim që ka ndryshuar për mirë. Unë e shoh Shqipërinë që sot gëzon një status, gëzon një reputacion, turistët janë të manitur me bukuritë natyrore që ka atraktiv për tuajt, ka pa diskutim që ka zhvillim. Nuk mund të them që nuk ka zhvillim. Nuk është e krahasueshme me Shqipërinë para 12 vjetë. Jo, absolutisht janë si nata me dietën. Nga ana estetike, Shqipëria ka ndryshuar, për shembull kemi parasysh Shqipërinë e para 12 viteve gjatë qeverisjes Berishës. Të gjithë e dim si ka qenë. Po tani është forcuar mendoj. Domthon kjo që thot vazhdimisht Rama, Shqipëria urbane, qytetet, a mendoni se ka një ndryshim në Qytetet janë zhvilluar, pra është e dukshme dhe dua ta theksoj është forcuar ligji. Se unë jam njëri ligjor, jam avokate në profesion. Ligji është forcuar dhe askush, dhe kjo është një pozitivitet i madh për Shqipërinë që individët nuk janë mbi ligjin. Sot kemi shumë individ, qoftë edhe bashkëpunëtor të qeverisë Rama, që kanë kryer korrupsion, janë pashekurave. Kjo nuk ka ndodhur më parë. Nuk ka ndodhur më parë. Dhe kjo është një arritje shumë e madhe. Jepni merit Partisë Socialiste për këtë reformën drejtësi dhe krimin e spakut. Kam qenë në ndër të parat që e kam suportuar reformën drejtësi, kam bërë dhe artikuj në vitin 2020-2021 që mund t'i gjeni te Gazeta Mapo, kam bërë dhe editorial për reformën drejtësi. Dhe reforma në drejtësi ka vërtetuar dhe ka treguar një gjë shumë thelbësore, që askush nuk është i paprekshëm. Ne sot që flasim, kemi një ish president që kemi në burg. Kemi ish kryetarin e ish kryeministër, kemi kryetarin aktual të Bashkisë Tiranës, kemi individ cilët nuk kanë qenë, kemi ish kryeministrin Berisha që i është hapur një hetim. Më përpara kjo gjë nuk ka ndodhur në Shqipëri. Dhe kjo tregon që institucionet dhe ligji është forcuar, dhe ligji për mua duhet jetë mbi partitë politike. Domethënë ka qenë vullneti i Partisë Socialiste dhe kryeministrit Rama që ka qenë vullneti pa diskutim i partive politike, sepse reforma në drejtësi është votuar nga të gjitha palët për të qenë sakt me juve dhe me teleshikuesit që po na ndjekin, që i dhan një u votu që u votua, po fakti dhe meriti e kryeministrit këtu është vetëm që nuk ka pas ndërhyrje nga ana e kryeministrit tek spaku për të mos u hetuar dhe individët që kanë qenë pjesë e qeverisë. Bën sens ke juve kryeministrin e akuzojnë që kontrollon spakun. Si mund të kontrolloj spakun një kryeminist kur njerëzit e tij më të afërt arrestohen?
Më nuk mendoj që SPAK-u kontrollohet. Mendoj që SPAK-u është duke kryer detyrën e tij dhe po e bën shumë mirë dhe po jep rezultat. Pasi po ta vësh re në për sondazhe, besimi i publikut dhe i popullit shqiptar në çdo sondazh nxjerr shumë të lartë, që ato besojnë tek SPAK-u, besojnë tek reforma në drejtësi. Dhe kjo është një ndër arritjet më të mëdha që deri më sot në Shqipëri nuk ka pas qenë këtu e 12 vite apo më përpara. Më përpara kanë qenë të paprekshëm. Më përpara ka qenë politika mbi ligjin. Si avokate qeni. Sot ndahet, sot është ligji mbi këdo. A mendon se SPAK-u po vepron në mënyrë të njëanshme nga krau pushtetit, kur kemi parasysh krimet që kanë bërë krau tjetër, konkretisht Berisha që ka një 97, ka Gërdecin, ka katër vrarë bulevrat, dhe ju si njeri i ligjit e dini shumë mirë që e vetmja gjë që nuk parashkruhet është vrasja. A duhet ketë një hetim më të thellë SPAK-u për këto çështje, që janë çështje që i kanë sjell pasoja të rënda Shqipërisë. Në anën tjetër, mendoni se korrupsioni është në nivelet që flitet, apo percepcioni është më i madh, po qoftë edhe percepcioni është më i madh. A është një gangren korrupsioni sot në shtetin shqiptar? Unë mendoj që askush nuk duhet të jetë mbi ligjin, qoftë Berisha, qoftë dikush që është majtas, nëse se këto kanë kryer korrupsion masiv, nëse se këto kanë kryer vrasje, nëse se këto kanë prekur padrejtësisht popullin, kanë vjedhur dhe kanë mashtruar, për mua vendi i tyre është burgu. Dhe pa diskutim që duhet të ketë një hetim, dhe duhet të kemë prova dhe duhet të kenë mbi të gjitha dhe këto individ një proces të rregullt. Procesi i rregullt është një detyrim që e ka çdo qytetar shqiptar dhe duhet dhe SPAK-u t'ja japi procesin e rregullt. Çdo kujt që vjen qoftë në hetim me prova të përkatëse dhe pa diskutim që duhet paguajnë veprat penale që ato kanë kryer. Qoftë ky ish president, qoftë ky një hajdut rrugësh. A mendoni se ka segmentet SPAK-ut ose individ SPAK-ut që veprojnë në krah politik? Tani, kjo pyetje është si thuash korrupsioni lindi në Shqipëri. Po. Dhe kudo në gjithë botën ka gjithmonë individ të cilët devijojnë rrugës, qoftë në SPAK, qoftë në politik, qoftë në shëndetësi. Po fakti që devijon Alesja, devijon Iliri, devijon dikush tjetër nuk e bën gjithë strukturën të devijuar drejt zhvillimit politik. Por ato e bën një person i cili mban përgjegjësitë e veta. Kjo ka ndodhur në Amerikë, që krau djasti Trumpit bëri shiti për informacion tek rusët, dhe ai u dënua. Por kjo nuk do të thotë që ato e bëri Trumpi apo gjithë administrata. Prandaj unë them që në çdo segment, përfshirë dhe SPAK-un, ka devianca. Dhe pa diskutim që ato devianca janë në favor të dikujt. Majtas, djastas të nuk e diun se po flasim në natyrë njerëzore dhe natyrën. Pa diskutim, janë edhe këto informacionet që për mua s'duhet i kenë gazetarët fare, që dalin nga SPAK-u, kjo është shkelje e ligjit. Se si shkojnë këto informacione në gazeta pa u njohur personi tjetrit me çështjen. Informacionet duhet dalin nga Jo, absolutisht. Se kjo nuk do të ndodhë, vetëm kjo nuk duhet të ndodhë në mënyrë absolute. Kjo shitje e informacionit për mua është vepër penale e cila duhet të përgjigjen përpara ligjit. Vepër penale është që kanë shit informacionin. Kush e ka shit? Ato që janë brenda SPAK-ut, se jo ti ason. Po ato që janë brenda SPAK-ut. Domethënë erdhëm ke ajo që unë ju drejtova pyetjen që segment o individ saktum punojnë me krah politik në SPAK. Po. Por çfarë bëjnë? Ato është por domethënë kjo është vepër penale. Atëherë ka filluar një hetim nga SPAK-u për këtë vepër penale që ka ndodhur? Po nuk ka nisur hetim nga SPAK-u për atë vepër penale që ka ndodhur, për arsye sepse ato duhet të evidentojnë personin brenda që po e bën. Pastaj të niset hetimi. Po ka nisur një hetim. Pastaj të nisi hetimi. Unë nuk kam informacion. Ka ndodhur një ngjarje duhet nisë. Unë nuk kam informacion lidhur me këtë pyetje që ju po më bëni, por unë mendoj që hetimi duhet nisi për çdo që shet informacionin, qoftë politikës, qoftë mediave, qoftë individëve të pa autorizuar për ta pasur informacionin, sepse jo çdo kush duhet të ketë dosje pikante të individëve të caktuar dhe më mbrapa këto dosje përdoren për media, përdoren për shantazh, përdoren për të paraprirur një vendim i caktuar, se ka një
anonimori arsyesh se për çfarë shitet dosja, se unë gjitha rastet shitet për gazeta, se kjo dhe dosja aty që s'ka lidhje, shitet për lekë, shitet për trafik, pozicionesh për shumë arsye. Po, tash ti ju thatë që Partia Demokratike do të bëjë një humbje. Edhe Pull tregon që Partia Demokratike është shumë më poshtë se Partia Socialiste. Pa Pull fare mo, një person i cili dhe një parti e cila shet individët e vet, nuk vlerëson kontributin e individëve të vet, hedh poshtë njerëzit e vet. Si mund ta besoj ti për shembull, një votues që nuk e fare i djathtë, e zim në rast shembull. Kjo e djathta e nisën pak bisedën, por bisedë tjetër se Shqipëni nuk ka të djathtë. Nuk ka historikisht nuk ka pas të djathtë në Shqipëri. Ti mund të votosh dikë i cili godet shtëpinë e vet? Ai kur ka probleme në shtëpinë e vet, çfarë zgjidhje do t'i japi? Jo, shtëpinë e vet nuk e godet ai. Po atë kullën PD ai e ka për të mbrojtur shtëpinë e vet. Po them Partia Demokratike, po them për individët e thjeshtë, nuk po flas vetëm për kupolën personale që i futin listat sigurta. Atë Partinë Demokratike e ka kthyr në kull për të mbrojtur familjen e vet. Pyetja tjetër që është, përse Rama duhet fitojë mandatin e 4 sipas jush? Tani, mund të thash edhe një herë, dhe këtu i shëndroj gjëstime. Nuk ka rotacion për të ardhur Flamur Noka, Edi Paloka dhe Albana Vokshi në pushtet. Nuk ka rotacion me individ cilët shkelin çdo të drejtë njerëzore, me individ që nuk duan garën, me individ të cilët nuk duan njerëz taft, me individ cilët nuk duan njerëz pastër, njerëz drejt, njerëz që guxojnë, njerëz që ngrenë zërin. Por këto duan vetëm pozicionin e tyre dhe kuletën e tyre. Kur këto individ nuk duan llojin e tyre, si mund të jenë alternativë për popullin? Këto përdorën rinin dhe bërën gjën më të keqe të mundshme, duke thënë që figurat e reja do jenë të rinë dhe mbajtën po pozicionin e vet. Pse nuk dolën këto, siç nxorri Rama, të vjetrit në listë hapur dhe rinia, kishin frikë këto zotëri nga vota popullore, pa diskutim që po më, pa diskutim që po, sepse jep 1 milion shuplaga populli shqiptar. Këto janë figurat më të rryshme sot në Shqipëri. Ai nuk është alternativë për të votuar. Këtu në Tiranë sot që po flasim, Partinë Demokratike me informacionet që kam unë, deri para një ore vetëm Jorita Tabaku po punon. Këto të listës mbyllur po flen gjumë o zotëri. Edhe në Elbasan nuk po punon njëri. O zotëri po flen gjumë. Janë duke fletur gjumë. Si mundet këto të marrin qeverisjen e vendit? Çfarë shembulli do t'i japin këto shqiptarëve? Si të vjedhin, si të fitojnë gjërat padrejtësisht? Si? Nuk kanë vota këto. Këto kishin vota, kishin këtë frymë që thua ti. E supozojmë këto rrinin listë hapur, merrni nga 10.000, 20.000 vota për të populli është me ne, edhe linin filizat e rinj, gjeneratën e re dhe që të riprodhoheshe kjo parti, po këto e mbyllën këtë parti, më e bukosën. E bukosën me individ që kanë nga 4-5 mandatura. Po, jo dhe si kanë marrë ato mandatura, se si kanë marrë me garë. Si kanë marrë me garë, me listë mbyllë. Se po t'jenë listë hapur, po them këto absolutisht, këto janë rrezik të vijen pushtet. Është e rrezikshme të vijen këto individ në pushtet. Po nuk vin pushtet atë. Po kjo në anën tjetër, kjo në anën tjetër, kjo lloj opozite që ka krijuar një vakum, nuk është e mirë për të ardhmen e demokracisë në Shqipëri. Po pa diskutim ose opozita dhe vetvete kanë thelb. Kjo se e përdorin fal se as nuk bëhet fjalë për demokracitë. Ne jemi akoma. Po flasim për opozitë. Ne jemi në demokraci. Për mua, opozita absolutisht që duhet jenë intelektual, të mirëfill dhe individ të rinj, cilët kanë që ofrojnë, të din të artikulojnë, të din flasin. Rasti konkret është që në listën e mbyllur, vendin tim në Elbasan e zuri dikush i cila nuk din të prezanton të veten, si mund përfaqësoj qytetarët. Po jo, ishte thotë edhe ka marrë dhe master. Po pra, këto janë shokat partijake që bëhen për të ruajtur status quo-tën që këto të kenë ngrenë kartonin kukullat e partisë, se këto nuk kanë rol përfaqësues. Këto kur i pyet dikush për emrin nuk i njeh njëri. Kush është mendimi juaj për partitë e reja? Për mua realisht do shpreha i dëshirë këtu që partitë e reja i bëv zoti pak më të mëdhaja që të zvendësojnë Albanën, të zvendësojnë Flamurin, të zvendësojnë dikë tjetër, se jam e bindur që të paktën janë pa provuar dhe absolutisht nuk do kenë këtë lloj urrejtje në masë dhe nuk do kenë këtë lloj kusuresh mbi supe. Kështu që për mua duhet një opozitë e re, duhet një opozitë e re për të pasur garë. Sot është PS-ja kundra asgjëje. Po.
Kështë kundra asgjëje. E ka fushën dhe pse jo, iku Barbara, iku Agroni, iku dikush tjetër, po u bën shumë të gjithë ne pas kemi faj dhe vetëm Berisha që nga... Po sa ka ikja e njerëzve nga PD-ja që kishin një lloj stature, një lloj profili, një lloj integriteti, ka filluar në 91-shin, në 92-shin. Problemi është pesh integritet. Shtërgu i parë, se me që ke hyrë në partid, do t'ishte historinë e saj, shtërgu i parë ka filluar me Gramoz Pashkën. Unë do ta bëja atë historinë që nga Gjeneza do ta nisja, por nuk ma lejove, po të them që integriteti është dobësi për këtë parti. Ti je i aftë, është dobësi për këtë parti. Ti je si qesharak, si çuni Fariut. Po të vim ne në pushtet, sa? Shifni qa do hajnë shqiptarët, sa? Pa është qesharake, ma. Kjo është talje me popullin shqiptar, ma. Qa do hajnë, më? A bëhen këto video qesharake, ma. Po kjo është alternativa më e turpshme më shqepet popullit shqiptar. Më e turpshme. Nuk ka më turp se kaq. Prandaj kur më pyet për partitë e reja, pa diskutim do thoya që njerë më mirë Agroni, se është pak të një arrirë si biznesmen dhe i ka 2-3 gjëra vetë dhe nuk ja ka bërë babi Fariu, po i ka bërë me forcat e veta. Jo, dhe si i ka bërë babi Fariu. Po pra po. Dhe si i ka bërë. Kjo është çështje tjetër. Si i ka bërë babi Fariu, ti e di që babi Fariu ka dorë ke Gërdeci. Se sa tjetë çuni Fariut, se sa tjetë Edi Paloka, më mirë partia e re, pa diskutim, me filizat reja. Tash ti biseda shkoj shumë shpejt për ta mbyllur. Kush është e ardhmja juaj politike pas ndarjes me Partinë Demokratike? Tani, ndarja ime nga Partia Demokratike është pak kthim në atë vërtet. Kjo është gjëja parë, dhe kjo është për dinjitet, është për karakter, dhe është për shumë arsye tjera që unë e ka marrë këtë nisëm dhe nuk kthehem më pas për arsyet vetme se ajo është bërë një parti klienteliste familjare, që i shërben 5-6 individëve caktuar dhe nuk i shërben popullit. Unë jam që Shqipëria të eci përpara, jo të kthehet pas te çuni Fariu, tek Flamuri me shok. Dua që Shqipëria të jetë aty ku e meriton. Pas më ktheve përgjigjen, ku e shikon veten ti? Atë do ta kuptosh shumë shpejt, është surprizë. Okej. Faleminderit. Ishte një intervistë shumë interesante. Dhe ishte kënaqësi dhe do të vini prapë përsëri. Patjetër, mbas 19 majit.